Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, më herët në dy ligjëratat më hershme kemi përmend shumë prej edebeve, etikës, domethënë hyrjes në banjë në tualet dhe çka kërkohet apo çka ndalohet çka kërkohet nga personi që t'i veproj prej fjalëve apo veprave apo dhe çka nuk kërkohet, nuk preferohet që filani nëse dëshiron me hyrë në banjë, domethënë nuk preferohet që t'i veproj ato fjalë apo ato vepra. Këna kanë mbetë edhe disa çështje. Për me përfundu këtë kapitull ose këtë nën kapitull, çështja vijuese është mekruh të shumica dietarëve që personi të qëndron në tualet më shumë se sa që ka nevojë. Për dallim prej njerëzve të ndryshëm në kohët e sodit, të cilët e shfrytëzojnë tualetin për me lexuar libra, me herët kanë shfrytëzuar për me lexuar romanin, ndoshta dikush sot e shfrytëzon për me luajtur një lojë të caktuar ose për me shikuar në internet, dhe aty qëndron një kohë të gjatë. Ka persona të cilët qëndrojnë me orë të tëra ose me momente të shumta, dhe kjo është mekruh. Disa prej dietarëve kanë thënë haram, por një pjesë e madhe e shumica e dietarëve thonë është mekruh. Pse është mekruh? Nuk është domethënë e pëlqyeshme, nuk është e preferueshme. Për arsye se kemi përmendur atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi alaihi salam ka thënë inna hadhihi al-hushush muhtadara. Këto tualete, vendet e tualetit, vendet domethënë ku kryhet nevoja fiziologjike, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë vendet të cilat i frekuenton shejtani. Pra janë që shejtanët rrinë aty shumë, për arsye se janë vende ku janë domethënë gjenden ndytësira dhe ka aty ndytësirë dhe shejtanët i kanë qef ato ndytësirat dhe kanë dëshirë me qëndruar në vende ku ka ndytësira, dhe për këtë arsye njeriu i cili qëndron gjatë mundet që me u dëmtu pe shejtanëve. Sidomos nëse nuk ka thonë atë duan që ka porosit me ta ose që ka praktikuar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka porosit ummetin që ta thot para se me hyrë në banjë, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja në përgjithësi dhe nga e keqja dhe dëmtimi që mund të më shkaktu shejtanët meshkuj apo femra. Mirë, po në përgjithësi, pra ato janë vende të cilat janë të frekuentuara prej shejtanëve dhe është rreziku që të dëmtohet, bile e përmendën dietar, domethënë është rreziku që njeriu të pastaj të hyjnë vezveset e shumta, ndoshta edhe për shkak të asaj që quhet mes, domethënë prekjes së shejtanit, domethënë e prek shejtani dhe pastaj ndikon që të bëhet njeriu vezvese. Për këtë arsye është mekruh, është e papëlqyeshme që njeriu të qëndron gjatë në banjë ose në tualet. Pastaj çështja tjetër vijuese është se është haram që njeriu të urinon apo të kryejë nevojën e madhe në rrugë dhe po ashtu në vend të cilin e marrin njerëzit për hije. Dhe për këtë ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam ka thonë një herë sahabëve të tij, ka thonë ittaqul la'anain. Qalu ya Rasulullah wa man la'anan? Qal alladhi yatakhalla fi tariq an-nas aw dhillihim. Yani transmetim alladhi yubulu fi tariq an-nas aw dhillihim. Thotë keni kujdes nga gjërat të cilat e shkaktojnë mallkimin e njerëzve. Ka thonë çfarë e shkakton mallkimin e njerëzve? Çka bën që njerëzit nëse ky personi ose dikush bën një vepër të tillë, atëherë e mallkojnë atë person, ka thonë alladhi yatakhalla, ai i cili kryen nevojën fiziologjike në rrugë, ku njerëzit pastaj aty ecin. Qoftë kjo, domethënë nevojë e vogël apo nevojë e madhe. Dhe au fi dhillihim, hadithi pejgamberit alayhis salam vazhdon dhe thotë ose e kryen nevojën në një vend ku njerëzit e marrin si për hije, domethënë ku njerëzit aty qëndrojnë dhe sidomos gjatë verës ruhen prej rrezëve të diellit. Në këtë moment ose domethënë në këto dy vende njeriu ka haram që të urinon ose të kryejë nevojën e madhe sepse i dëmton edhe i shqetëson të tjerët me erën, me ndytësinë e tij.
Dhe muslimani ka parasysh pa ashtu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai i cili ka shpëtuar muslimanët e tjerë nga min lisanihi wa yadihi, nga dora edhe nga gjuha e tij, po edhe nga pjesa, domethënë diçka që ju shkakton dëm atyne, që ju bën dëm atyne në përgjithësi. Pra është haram që njeriu të urinon ose të kryejë nevojën e madhe në këto vende. Është edhe një çështje tjetër që e kam përmend dietar, disa e kanë thënë është domethënë është mustahab që njeriu kur është ose në banjë ose edhe sidomos jashtë në hapësirë, është mustahab që mos të zhvesh teshat përveç se kur është afër tokës. Domethënë mos të zbulon avretin e tij, përveç se kur është afruar afër tokës në mënyrë që është të ruhet prej syve të njerëzve, për arsye se është rrezik që dikush me e rastis aty edhe me shikuar në avretin e tij, dhe ose për shkak se domethënë shush ka ardhur një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ihfaz auratak illa min zawjatik. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ruaje avretin tënd, përveç se prej gruas tënde. Ka ardhur edhe një shtojës, mirë po domethënë ka ardhur ruaje avretin përveç prej gruas tënde. Pra muslimani edhe kur është vetëm nuk është e preferuar që me e zbulu avretin e tij. Edhe në këto momente nuk është e preferuar që ta zbuloj avretin e tij përveç se në ato momente ku nuk bën. Është domosdoshme, është e nevojshme, sikurse në momente kur e kryen nevojën fiziologjike, por edhe në ato momente domethënë kur është afër vendit ku dëshiron me kry nevojën fiziologjike jo më herët. Pastaj vijnë disa çështje me rëndësi që kanë të bëjnë me ata që quhet në arabisht el-istijmar. Istijmar është domethënë pastrimi i nevojës me gur, me letra e të ngjashme. Domethënë në raste të ndryshme njeriu gjendet në fushë dhe nuk ka me veti ujë. Në këto momente ka mundësi me pas gjethe afër ose gur afër, gur të cilët nëpërmjet të cilëve ai e largon dytësinë e tij, qoftë urinën ose nevojën e madhe, apo ndoshta mund të gjejnë në një vend ku në ato toalete nuk ka ujë, sikurse në vendet e perëndimit, për shembull, nuk ka ujë për me pastru nevojën. Dhe detyrohet që me përdor ato letrat higjienike, Atëherë, cilat janë rregullat, normat dhe cilat çfarë kushte do të më plotësu ai mjeti me të cilin ai po dëshiron me e largu, me u pastru prej nevojës fiziologjike. Dietarët kanë përmendur disa kushte që do të më plotësu mjeti, sikurse guri apo gjethja apo letra higjienike, në mënyrë që të jetë lejuar dhe e cila domethënë e largon nevojën fiziologjike, është e lejuar me fe. Kushti i parë që të jetë prej materialit të pastër. Domethënë të jetë i pastër dhe prej materialit të pastër. Dhe për këtë dëshmon një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një herë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abdullah bin Mas'udit, edhe i ka thonë, ka qenë domethënë duke kryer nevojën ose para se me kryer nevojën ka thonë itini bi thalathati ahjar, më sjell 3 gur. Edhe thot Abdullah bin Mas'udi se unë kërkova ata gur, i gjeta 2, po të tretën nuk e gjeta, atëherë ja solla një bajg. Një bajg ja solla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë tha i mor 2 gurt edhe gjujti të tretën edhe tha inha riks ose rijs. Riks do të thonë kjo është thotë largoma këta e hudhe ata, tha kjo është e dytë, se ka qenë bajg e gomarit. Dhe do të thonë është e dytë. Pra dhe në një transmetim tjetër ka thonë itini bi ghayriha, më sjell një gur tjetër. Pra kushtëzohet që do të thonë të lejohet pastrimi me gur ose të ngjashëm për me largu ose nevojën e madhe ose nevojën e vogël, pra më pastru prej nevojës së madhe apo nevojës së vogël, kushtëzohet që mjeti që përdoret të jetë i pastër, prej materialit të pastër,
sikurse letrat, sikurse gjethet, sikurse gurët, se këtu në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur që është gur. Kushti i dytë që të ketë aftësi pastruese. Domethënë të jetë i pastër, për materialit pastër, mirë, po që të jepë aty që e ka aftësi pastruese, që e kuptimi i kësaj është që domethënë mos të jetë për gjërave që edhe më shumë ndotë, mirë, po janë për shembull sikurse qelçi ose sikurse guri i cili është i lëmuar, edhe i cili për shembull në raste caktuar nuk mundet me largu ndytësinë. Nuk mundet me largu ndytësinë. Pra, domethënë që të ketë aftësi pastruese që mundet njeriu nëpërmjet asajna me e largu ndytësinë. Kushti i tretë që mos të jetë, që ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ghayra adhmin wala rawthin. Mos të jetë as kock, asht, e as bajg. Dhe në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregohet arsyeja pse këto janë të ndaluara. Domethënë ndalohet këto. Thotë në hadithin që domethënë e përcjell Muslimi rahimahullah nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se tregon se pejgamberi alaihi salam ka thonë, më ka ardhur ai domethënë një prej gjendve dhe më ka thonë eja me ne tek ne, dhe pastaj thotë kur kam shkuar te ata ju kam lexuar Kur'an dhe më kanë pyetur mua për ushqimin e tyne. Çfarë ushqimi? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, ushqimi juve është çdo kock e cila është therdh, ajo kafsha, domethënë kafsha e cila është therdh, dhe pastaj ajo e cila për kafshëve ka edhe kocka, ka eshtra, domethënë ajo kocka e cila është therrë, mirë, po kushtohet që të jetë prej kafshëve të cilat janë therrë me bismillah. Është fjala për gjithë musliman, ata kur ka shkuar atje ka lexuar Kur'an, ata kanë pranuar Islamin ose kanë qenë musliman. Prandaj kanë thonë çdo kockë në cilën është përmendur emri i Allahut kur është therrur ajo shtaz fillimisht, dhe e cila po ashtu përmban domethënë mish, ka kockë po edhe me mish. Kjo është njëra prej arsyeve. Domethënë se kockat, eshtrat janë ushqim i gjinëve dhe nuk lejohet që njeriu ta largojë ndytësirën ose të pastrohet prej nevojave fiziologjike nëpërmjet kockave ose eshtrave. Po ashtu ata kanë përmendur edhe diçka tjetër, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë se ndërsa sa i përket bajgave të kafshëve, ato janë ushqim për shtazët e juve. Domethënë se edhe ata gjinët përveç njerëzve, edhe ata janë që hypin mbi kafshë të tyre, të cilet ne nuk i dim se çfarë çush janë ato kafshë të tyre, mirë, po në hadith është përmendur se ata kanë kafshë mbi të cilat hypin dhe pastaj udhtojnë me to. Bajgat janë ato të cilat janë ushqim të kafshëve të tyre. Dhe për këtë arsye, pra janë të ndaluara, ne kemi të ndaluara që të përdorim ato si pastrim prej nevojës së madhe apo nevojës së vogël. Domethënë kushti i tretë dhe katërt është mos të jenë eshtra apo mos të jenë eshtra apo mos të jenë bajga. Kushti i pestë mos të jenë prej ushqimeve. Domethënë mos të largohet ndyrësira nëse nuk bën të largohet ndyrësira me diçka e cila në esencë është ushqim. Ushqim i njeriu është fjala. Domethënë ushqim i njeriu, sikurse me bukë ose me diçka tjetër. Dhe e gjashta është mos të jetë atyne që ka në vete diçka që është i nderuar edhe respektuar edhe madhruar nga ana e Allahut azza wa jall, sikurse këto domethënë librat në cilat ka ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato përmbajnë flet. Mirë, po aty në ato flet janë ka hadithe, ka ajete, ka fjalë të sahabeve, ka përmendjet Allahut azza wa jall, atë nuk lejohet. Dhe për këtë fundit, për shembull, dëshmon ajeti kuranor, i cili është ajeti i përgjithshëm, ku në të Allah azza wa jall thotë: "Wa ma dhalika wa ma yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Ai cili i madhron simbolet, shenjtëritë e Allahut azza wa jall, kjo dëshmon për devotshmërinë e zemrës së tij. Edhe
vlerësimi, ngritja lartë, nderimi i librave të hadithit, të fiqhut, të tefsirit, ku libra në cilat përmendet aty Allah Azza wa Jall, kjo është për nderimit të shëntrive të Allah Azza wa Jall, prandaj nuk lejohen që ato të përdoren për largimin e ndytësirave. Pra, këto janë kushtet që duhet të plotësohen që në mënyrë që mjeti i cili shërben për largimin e ndytësirës përveç ujit, pra përveç ujit kemi të jetë i lejuar. Të jetë i lejuar, bile kam përmendur dietarët edhe se mundet me qenë nëse përdor ndonjë gur i cili është i madh dhe ka disa thepa, më shumë se sa 3 thepa, atëherë bën më përdor edhe pse është një gur. Kushtohet që numri i cili përdoret për largimin e ndytësirës mos të jetë më pak se sa 3, duke u argumentuar me atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, itini bi thalathati ahjar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'udit, mos sjell 3 gur. Që do të thotë nuk bën më pak se 3 gur. Ndërsa më shumë se 3 gur, varet a largon ndytësinë apo jo. Nëse ka nevojë atëherë sjell edhe më shumë ose përdor edhe më shumë, nëse 3 gurët ose 3 fletët higjienike ose 3 gjethet e kështu me radhë e largojnë ndytësinë, atëherë lejohen të përdoren. Sa i përket istinxhas, domethënë pastrimit për nevojës së madhe dhe të vogël, apo asaj që quhet istinxhar, harum të përmendëm edhe një detaj që para se më ardh kemi sele. Dietarët përmendin se domethënë në qoftë se ndytësira, detyrohemi me I përmend këto se njerëzve I hynë në punë, sidomos ata të cilët udhtojnë ose ata të cilët janë në hapësirë, lejohet që njeriu, edhe pse e ka ujin aty afër, ta përdorë gurin ose letrën, mirë po me kush që ndytësira mos të dalë përtej, anusit ose vendit. Në qoftë se del jashtë, atëherë dietar ka thonë gjithsesi duhet të përdoret uji, kjo në qoftë se I ka të dyja. Mirë po në qoftë se e ka vetëm njërin, atëherë e përdor, domethënë është fjala për gurët ose letrat ose të ngjashme, atëherë e përdor vetëm letrat edhe largon me to ndytësirën, edhe domethënë kjo është e mjaftueshme. Istinxhaja, pastrimi pas nevojës së madhe me ujë, ose istinxhari, pastrimi pas nevojës së madhe apo të vogël nëpërmjet gurëve dhe të ngjashme, janë vajib. Domethënë njeriu duhet gjithsesi ta largojë ndytësirën nëse dëshiron me dalë për Allah Azza wa Jall dhe me u fal apo me bën ndonjë ibadet. Në përgjithësi domethënë largimi I ndytësirës dhe përgatitja për namaz është vajib. Duhet gjithsesi që njeriu obligohet që ta largojë ndytësirën e tij. Dhe duhet që fillimisht të paraprijë njeriu largimin e ndytësirës, pastaj të merret abdese, jo që një herë për shembull të kryet nevoja fiziologjike, masanej ka mundësi dikush me thonë, po tash marr abdes, pastaj e largoj nevojën fiziologjike. Jo, duhet më shku ai fare renditja të shumica dietarëve që një herë largohet ajo ndytësira fiziologjike, pastaj lahet, domethënë pastrohet vendi dhe pastaj merret abdesi. Këto janë disa çështje që kanë të bëjnë me nevojat fiziologjike. Nuk është obligative pastrimi, nuk është obligativ pastrimi prej nëse dalin gazra. Domethënë obligohet pastrimi pas nevojës së madhe apo të vogël, mirë po jo pas daljes së gazrave, përveç se nëse ato gazra janë të shoqëruara me diçka që përmban prej nevojave. Atëherë obligohet, domethënë pastrimi me ujë ose me ato që ka përmendë më herët, domethënë me diçka të pastër, prej materialit të pastër, qoftë letër apo gur apo diçka tjetër. Përndryshe, domethënë nuk obligohet pastrimi pas prishjes së abdesit, kur dikujt I prishet abdesit nëpërmjet daljes së gazrave. Këto janë ato çështjet kryesore ose një pjesë e madhe e rregullave të hyrjes në toalet dhe darjes për toaletit. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.